Kryetare, nuk është e nevojshme gjithë kjo dhunë. Po më lëshorë, zotëri. Kryetare, nuk besoj që është normale të vendosë gjithë policët bashkjak dhunojnë një gazetar dhe dini nga dera mrapa. Kjo është kryetarja Bashkisë së Bulqizës, Festime Mjeshtri, e cila si një mjeshtër e vërtet ka gjetur një zgjidhje geniale për të mbajtur larg mediat, të angazhojë gjithë strukturën e bashkisë që si një trup i vetëm të na pengojmë t'i bëjmë një pyetje të thjeshtë. Por përpara se të shkojmë tek pyetja, më mirë le të kthehemi pas në kohë. Dhe ta nisim historinë nga fillimi, në fshatin Homezh, rreth 13 km nga Bulqiza. Ku me sa duket një efektiv i policisë ka bërë zap gjithë fshatin. Shkaku? Një rrugë. Ali Malishdema është komshi se jeta këtu me ne, unë po shkoj 65 vjeç dhe këtë rrugë e kam jetu, e kam gjetë tu e ne paloj këtu. Del një njeri, një qytetar, edhe bllokon rrugën e fshatit. Kjo është rrugë nacionale thuaj se ka lëviz Magellara, Gjorica, Shupenza po, Boçeva po, Homezhi po, ky njeri. Ky punoi si policisë. Është në kundërshtim me gjitha ligjet. Madje sipas banorëve, Aliu nuk ka kursyra as vllajën e tij. Kanë 2 motorë në Biruc, pse ka djeg çdo ferra. Rruga që lidh fshatin me pjesën tjetër të vendit është bllokuar nga ky gardh. Dhe ditën që shkuam ne, aty u mblodhen të gjithë burrat e Omeshit, gjë që tërhoqi vëmendjen e punonësit të policisë, i cili nuk vonoi të vinte për të parë se çfarë po ndodhte. Por këtë herë na gjeti neva aty. Si jeni? E don kuçi nga Pirania. Se ka lut? Me sa duket, gardhi që ke vendosur nuk mlem as mu që të kaloj dhe ta bëjmë intervistën kushte normale. Jo, më flasim si dush, për lloj punë, po. Jam punës policie, po më se u pashtu glomoni sa të punë. Janë bashkëtarë të tu, në fakt, e di, që shumë kërkojnë rrugën që pretendojnë që o ke zënë ti. Janë hap procedurat edhe në prokurori, edhe në bashki dhe kanë marrë përgjigjen ligjore. Kjo tokë është e vllajtin, unë kam përdorim. E din shumë mirë përgjigjen. Këto duan me vetëdijsi. Është vetëdijsi që të kërkosh të kesh rrugën që ka qenë ndër nuk këtu. Miku im, ka lidhur vetëm këtë fshatin, por dhe me rrugën nacionale. Kjo rruga ka qenë ekzistuese këtu. A kanë kaluar këto fshatarë këtu gjithmonë? Jo, janë 3 rrugë. Tonë din shumë mirë këto pëzdurve. Unë e thura këtu se këtu futen delet, futen pula. Ja ku janë? Ka qytetar armë këtu. Edhe prokuroria e kanë nxjerr. Ashtu po fjalë një polici i shtetit, nxjerri armën, një qytetari. Keni shpërzuar detyrën se efektivi policisë edhe për kundrazi të mundur që keni pasur konfortime fizike, ta zotërit shkojnë në polici, asti në polici nuk ju merr kallëzim pikërisht për faktin që ju jeni punonjës policie. Kemi qenë në prokurori. Kjo nuk është zbatuar. Çish është si dun? Zotëria pretendon që ju i keni nxjerr armën. Ato nga dalë 7-8 vet këtu zotënish, me gur, me spata, me kmesa, me lopata. Absolutisht jo. Ka qenë vllai çuni vllai, tom godit mu. Unë eci vetëm me ligjen. Sipas këtij zotërie, historia e dhunës është krejt e ndryshme nga sa e tregojnë fshatarët. Madje ata kanë kërcënuar dhe ofenduar, gjë që për hir të së vërtetës e bëjnë dhe në praninë tonë. Se ti legend burr, regjistroj këtë gjë, realizoj. Kjo nuk duhet të ndodhte, por me sa kuptojmë, banorët e Omeshit e kanë humbur tërësisht durimin me bashkëshatarin. Dhe jo vetëm ata, por dhe personi që pretendon të jetë krati. Po flet vllai jot. Mund ja bëj intervistën vllai. Mos u larg. Jo, ky vllai është shumë e vërtet. E kanë përdorur këto vllajin tim ato. Ky ka bë kallëzim nipit vet. Për këtë punë, po toka këtij. Ekstremet prish këtë barrën. Ja, ja ku jeni, ja. Nuk ka qenë rruga aki, ja. Të lutem për flas me këtë. Ti je aktori kryesor që ke vënë barrën këtu. Let u ambyll derën këtyre. Me pistolet para edhe me dur kështu. Ja ki zotri mu këtu. Zotri, shteti ta jep armën për të mbrojtur qytetarët dhe jo për t'ia nxjerrë bashkëshatarit. I di më mirë se ti zotni këto. I di më mirë se këtë zona. Po ti ke zbatuar atëherë. Ja ku ke armën? Po më armën në shkoj unë. E ke për detyrë fakt të ngjorsh vllai. Të lutem. Në 2025, ti zet rruga në punën e policie, vetëm këtu ka ndodhur. E ka thua Glondema. Këtu ka Glondems kjo. Një punonjës policie ti vet non grata dhe këtu ka ndodhur. Non grata? Po që e mësoi malli i vogël këtë fjalë. Se do thotë që polici është më i rëndësishëm se bashkëtarët e tjerë, ke veshur dhe uniformën e policisë dhe ta ka akuzojnë edhe si punonjës policie që i kërcënon, ju bën presion madje. Kjo është abuzosh në uniformën e policisë. Po vakin herë to ndoshta kam kërkuar jo ti punë, kam provokuar në maksimum si nuk është zgjidhje të shmangesh. Zotri, me ngjyrë vllajn, rri. Ke veshur uniformën e policisë. Ngjyrë vllajn. Dhe nëse abuzon me uniformën e policisë, patjetër që duhet bash përgjegjësi. Sepse të jesh polic nuk do thotë që ti duhet të zaptosh një rrugë fshati. Të jesh polic nuk do thotë se ti je më i mirë se të tjerët. Nuk të bën posti i policit, detyra e policit më të nderuar. Aliu iku duke mos dëgjuar askënd, madje as vëllain e tij,
i cili, edhe pse me shumë vite mbi shpatulla, ka qëndruar për 12 orë në polici pas denoncimit të vëllait. Ndërkohë që vetëm për 40 metra rrugë detyrohet të çojë fëmijët e djalit në shkollë në një rrugë të pakalueshme në shi dhe në borë. Me shish me kalojnë. Tash është o pranver. Dimrit është e pakalueshme se mushit ke rruga plot ujë. Unë jetoj në Itali, iki punoj, se s'del këto. Çfarë të bëj babi? Njëri rrekum 10 vjeç e tjetrin 4 vjeç. Po të bishi, unë u vërtetoj se këtu është e pakalueshme. Ai bie rreth rrotull. E tu ka edhe shenë, ka edhe kështu, 5 herë javë, e mor, e qesh, e pres kur vi bjo buzi. Si kaloni fëmijët? Në korris. Kjo është rruga te sipër, që e boshim për të nxjerr kalamajt, as 1 minutë nuk shkon për të bashku kalamajt e mi me kalamajt tjerë. Jo me detyrohet marr këtë rrugën këtej që zgjat 20 minuta. Miku është kohë e mirë sot. Po më qen shi, më qen bor, më qen ftoft, ç'a të bëj? Ne sot ish me fat që ishte kohë e mirë, por imagjino çfarë heqin të gjithë këta, por sidomos zotëria i moshuar që dërgon fëmijët në shi, në borë, në erë. Le të shpresojmë paktën sekretarja e bashkisë Festime Mjeshtri të ketë një rrugë më të mirë për të dërguar fëmijët e saj në shkollë, mos ketë nevojë as për çizme, as që t'i mbaj në supe siç i mban zotëria. Është e turpshme në Shqipërinë e 2025 të flasim akoma për këto kushte. Por ka dhe nga ata që ende nuk e kanë mësuar se Aliu, punoi si model i policisë së shtetit, i shpallur non grata nga barfshatarët, ka zënë rrugën e Zotit dhe të shtetit. Pse ma të rrugën e? Po fjala se ka rrugë që ne. A ka fjalë se ka rrugë? Pse është bllokuar? Unë sa të di shofer. Dhe ngelin fiks tek ai trau aty që e ka vendosur Aliu. Prit tani se erdhëm te dogana, po të paktën e ka vënë se ka vënë Aliu këtë, ta kishte bërë si rrugët me PPP, ta kishte bërë me pagesë. Mjafto që të lindet kalonin. Tani që hape këtë nuk do shkosh vetëm në burg, do vi dhe unë me ty. Aty ku janë banorët, ishim dhe në fillim fare. Kjo është rruga që fshatarët thonë që u është zënë nga Aliu. Dhe për të ardhur nga atje, në këtë pikën ku jemi këtu, nuk duhen më shumë se 30 sekonda. Ndërkohë që ne i ram rreth e rrotull dhe bëm 1 kilometër rrugë për këtë 40 metërshin që Aliu e ka zënë. Por imagjino çfarë heqin të gjithë këta të tjerë që duan të shkojnë te tokat bujqësore, por mbi të gjitha fëmijët. Për këtë 40 metërshin, Aliu bën një luftë shumë të madhe, madje nxjerr dhe pistoletën që e ka dhënë shteti për mbrojtje qytetarëve dhe mbi gjitha çon vllajën në burg. Ndërsa pas sherrreve të shumta që kanë lindur në fshat pas bllokimit të rrugës, kolegët e Aliut i kanë marrë masat. Ndaj banorëve, kuptohet. Më kam bllokuar edhe shiftën. Pse duhet ma bllokojnë? Jam konflikt me Aliu. Edhe ai ka armë, t'ia bllokojnë atje, edhe unë ndihem i kërcënuar. Ti duhet të ishe bë policia Aliu. Por roli i bashkisë në këtë histori kaq absurde. Këtu rikthehemi aty ku e nisem. Pyetja që donim t'i bënim kryetares Festime Mjeshtri. Ka marrë këtu në emër të banorëve të fshatit Homer. Ja ku e ke një punonjës i policisë, ju ka bllokuar rrugën. Prefekti i Qarkut ju ka urdhëruar? Leni një kërkesë dhe të sjell përgjigje me shkrim. Prefekti të ka kërkuar që ta zgjidhësh situatën. Ke qenë ndonjëherë aty? E ke pasur është bllokuar rruga? Do ta kesh ti. Kam qenë, të lutem, leni një kërkesë me shkrim. Do ta kesh rrugën. Do ta kesh. Kryetare, nuk është e nevojshme gjithë kjo dhunë. Kërkesë. Nuk është Po më lëshomer zotëri. Kryetare, nuk besoj që është normale të vendosë gjithë policët bashkëak dhunojnë një gazetar dhe dini nga dera mrapa. Unë nuk dënoj asnjëri. Jo të jo, ata të tut. Por nejse, pyetja është çfarë do bëhet me rrugën e bllokuar. Ja ku e ke. Leni një kërkesë me shkrim dhe të sjell përgjigje. Ja ku e ke hartën. Do ja zgjidh unë. E ke parë, po kur do t'ju zgjidhësh? Do t'ja zgjidh unë. Kur të vriten? Jo, nuk do të rritet asnjëri. Ai zotëri Treni kanë qe. qenë. Jo, nuk Po vritet. sikur ti vras. Kur do të reagoni ju? Kryetare, nuk është normale. Ja pra, kjo është Festime Mjeshtri, kryetarja e Bashkisë së Bulqizës, e cila organizon gjithë strukturën e policisë bashkiake dhe administratën publike, që duhet të jenë shërbim qytetarëve që të shtyjnë, të dhunojnë, të përplasin në përdyer një gazetar dhe një operator që ishin vetëm për të marrë një përgjigje, se çfarë do ndodh me banorët e fshatit Homezh, të cilët për 40 metra rrugë, një polici i cili e pande veten të fortë i kërcënon madje nxjerr dhe armën. Sidoqoftë, në gjithë këtë rrëmuj, një premtim të paktën e morëm. Do ja zgjidh unë. Pavarësisht sjelljes së vartësve ndaj nesh, ajo që na intereson është pikërisht kjo, që kryetaria të zgjidh problemin, pra, thënë shkurt të hap rrugën. Të shpresojmë.